Një 15 vjeçare është abuzuar seksualisht nga të paktën 2 persona, pasi është detyruar që bashkë me 2 mikeshat e saj të mitura të konsumojë lëndë narkotike. Ngjarja e rëndë raportohet të ketë ndodhur me 22 mars në Vlorë dhe është zbuluar pasi e mitura u ka rrëfyer gjithçka prindërve dhe pasi është dhunuar psikologjikisht nga Jati, janë paraqitur përpara autoriteteve për ta denoncuar ngjarjen. 15 vjeçaria ka rrëfyer se bashkë me një bashkëmoshataren e saj kanë shkuar në shtëpinë e një tjetër shoqe gjithashtu e mitur, 16 vjeçë. Aty janë përballur me një 20 vjeçar të identifikuar si Sergji Arifi, por në të njëjtën shtëpi, sipas dëshmisë së të miturës, janë futur edhe 2 persona të tjerë, të cilët janë ftuar nga 16 vjeçaria, të identifikuar me inicialet RR 40 vjeç dhe FQ 33 vjeç. Këta persona kanë nxitur të miturat që të konsumojnë lëndë narkotike dhe më pas, 20 vjeçari Arifi dhe 40 vjeçari me inicialet RR kanë kryer marrëdhënie seksuale me dhunë me të miturën që denoncoi ngjarjen. Të dy abuzuesit dhe 33 vjeçari janë vënë në pranga, ndërsa autoritetet kanë proceduar në gjendje të lirë 16 vjeçaren dhe babain e të miturës së abuzuar.